Pa e elaboroj mjaft mirë atë pjesën, sepse me të vërtet keni shfaqje madhështore prej dy tifozërive, ashtu si që edhe prite ishte një ndeshje miqësore sa i përket karakterit kështu të afërsisë në aspektin e kombësisë, por që në fushë po krejt diçka tjetër, normalisht një dritë e cila na ka mësuar me këto lojnat cinike, është një skuadër e cila dënon, nuk është se prodhon shumë lojë dinamike, nuk është se ka domethënë ndonjë shpejtësi në lojë, po e ka përdorur një fakt, një element shumë të rëndësishëm që unë e kam pa, edhe mendoj që ka ardhur si pasojë e studimit ndeshjes që drita e shfrytëzoi korpulencën kundrejt një kundërshtari i cili ishte shumë më i shpejt në manovrime edhe ndoshta pak më me ide se si të sulmonte, po që drita në aspektin fizik dominoi gjatë tërë takimit edhe u mundua që lojën ta orientoj në atë formë. Edhe golli erdhi nga ndërprerja si pasojë e domethënë luftës që e fituan në ajër. Mendoj që një dritë e cila ka një grup shumë homogjen, edhe disa individ që tash për një kohë gati ka një performancë as pak të lohatshme, domethënë një performancë të mirë, edhe si rrjedhoi domethënë po arrin që me pas si suksese që dritës po ja kthejnë edhe me një aspekt tjetër për shkak se dihet se tash edhe arkat e klubit me plot drejt do të mbushen. E shoh nuk posh domethënë shumë dinamizëm, nuk posh shumë ide të qartë loje, po e posh një ritëm paksa të ngadalt, po që frydhën, se thash edhe më herët shumë cinike, disa individu dallun, edhe për mendimin tim Ovuka ishte. A ishte fitore merituar e dritës apo? Mendoj që ju përshtat mjaft mirë kundërshtarit, mendoj që ishte fitore e merituar, përkundër faktit se nuk arritën thash edhe një herë me prodhu shumë, drita Shkëndija ishte pak më kërkuese, shumë fishoi më shumë në fazën ofanzive, po që drita mbulonte mjaft mirë ato pikat kyçe të Shkëndijës dhe nuk arritën me bonaj, si me thonë, ai situatë të rrezikshme ku dritës të kishte më ju cenu fitoria, më ju rreziku. Kështu që i përgëzoj dritën, po ashtu edhe drejtues të klubit, cilat tash po dëshmojnë se me një pritje dhe me një konsolidim atë gjatë, me një organizim të mirë, mujnë edhe klubet prej Kosovës në vazhdimsi me pas suksese në arenën ndërkombëtare. Shumë i sinqerti kur bën lavdata, sidomos për kuriozitetin e klubeve. Lavdim, se po ndeshën? Pse potencion këtë pjesën, isha i sinqert edhe në analizë, në përgjithësi. Kështu që duhet mi përgëzuar ata që japin parë gjithmonë.